Përshëndetje zoti Elesi, vetëm 3 ditë pas protestës, Tirana është kthyer normalitetit, por jahuna politike vazhdon akoma të ngjallë debat. Ajo që nisi si një mesazh për tubimin politik u kthye në incidente dhe trazira, gjë që shkaktoi vendosjen e mesazhit nga tubimi politik në përplasje dhe në siguri. Çfarë mendimi keni ju për protestën dhe arriti kjo protestë që të forcoj kauzën opozitare? Që të ndodhin protesta, sidomos kur ka arsye të forta, është gjëja më normale në një shoqëri. Zakonisht protestat e kësaj natyre dhe reagimet e forta janë kur vetë shoqëria nëpërmjet mekanizmave të saj, mekanizma edhe jo politike, po grupeve ndryshme të interesit, reagon, dhe mund të reagojë edhe ashpër, siç e shohim shumë në vende të fshinj, Greqi, siç e shohim në Francë e shumë vende të tjera. Ndërsa protestat e organizuara nga gjithë fronti opozitar, ose pjesa më e madhe, po themi, e frontit opozitar, marrin një natyrë tjetër. Pra, në momentin që ti i thret qytetarët dhe militantët opozitar që të ndërmarrin një protestë, dhe një protestë ku do ketë patjetër edhe incidente dhe probleme të kësaj natyre, siç e thatë ju, atëherë shtrohet një pyetje e thjeshtë. Cili është objektivi i kësaj proteste? Unë çfarë duan të realizojnë? Duan të realizojnë një qeveri teknike. Ideja që në zgjedhje nuk fitohet me votë përballë Edi Ramës dhe patjetër duhet qeveria teknike, kjo kaos duhet të fitojë para zgjedhjeve. Tash pas zgjedhjeve është përzimin e Ramës. A do të realizojë dot pra objektivin një proteste të tillë opozitës? Për të largu nga qeverisja Ramën si kryeministër. Në fakt problemi nuk është vetëm Rama, problemi është gjithë Partia Socialiste dhe ato që drejtojnë pushtetin sot, se nuk mund të ndërlidhet vetëm me një person, nuk mund ndërlidhet e keqja. Nëse ne e fokusojmë atë çfarë po i ndodh Shqipërisë të qeverisë si të keqja. Dhe a do ta realizoj këtë? Unë besoj dhe jam i bindur që kjo opozitë me këtë lloj proteste nuk e realizon dot. Sepse këtë skenar e kemi parë jo tash, ky skenar është skenari përsëritur, po ishte era e parë, mund të ishte edhe nga ato skeptikët që do thoya do presim dhe të shohim se çfarë ndodh. Po duke qenë se ne kemi parë protesta edhe më të dhunshme, edhe më agresive, edhe më të mëdha se këto në kohën e drejtimit të PD-s nga Lulzim Basha, që ndoshta nuk ishte natyra një lideri të fortë, por mos tani ishte lider qesharak, dhe u realizonin protestat, sepse protestat kanë të bëjnë në themelin e vet me gjendjen opozitare. Pra me reagimin kundra një qeverisje e cila normalisht jo po akuzohet, po i faktohet në gjithë hallkat e saj nga piramidal, në gjithë piramidën e saj po i faktohen element korruptiv që nuk kanë qenë të faktuar më parë, është përfolur gjithmonë. Po që të arrish dhe të ndërtosh akuza drejt për drejt për 2 zëvendëskryeministra, për një numër të madh ministrash, e për shumë hallka të tjera që kanë në dorë tendra, kanë në dorë qarkullimin e parave, atëherë ky problem është problem serioz. Dhe ty të dalësh dhe të krenohesh pse është kjo gjendje, domethënë kjo është merit e Ramës, nuk është merit e as e Sali Berishës as e frontit opozitar. Kjo drejt për drejt është merit e Ramës që e ka çu situatën në këtë gjendje. Ajo çfarë do quajë merit e frontit opozitar, paktën të këtyre partive që janë mbledhë një grup intelektualsh, që unë nuk jam i qartë se çfarë kërkojnë ato, janë një grup 3-4 vetash që kanë kërkuar të bashkojnë opozitën e tjerë, ato nuk janë politikanë dhe nuk është se mund ta dinë mirë ç'është në thelb ç'është bashkimi opozitar. Sepse ato kujtojnë që opozita është e coptuar dhe thonë që ne duhet i bashkojmë këto copa. Nuk është kjo situata, është kryekput e gabuar. Dhe të nisesh nga faktet gabuara dhe premisa pastaj është premisa rreme e gabuar. Dhe cilat janë faktet e gabuara? Opozita nuk është institucion. Dhe në momentin që një front opozitar nuk funksionon, partish politike nuk funksionon si institucion, besueshmëria në opinionin publik dhe besueshmëria që këta të vinë të kthehen në mazhorancë, pra të marrin përkrajen maksimale në një proces elektoral është pothuajse ngjarje shumë e vështirë për mos thënë e pamundur. Pra kjo është situata. Pastaj pse kjo protestë ka incidente dhe ndodhin gjëra të tilla, dhe pse ka njerëz të mblehur që edhe reagojnë, mund të ketë edhe organizim nga opozita, unë përderisa nuk e dijes mirë fillti, po duhet të ketë organizime edhe nga vetë Partia Demokratike që ndodhin këto incidente. Unë besoj që ky pastaj është një temë tjetër, por në themel të vetën ka të bëjë me keqpërdorimin e atyre militantëve dhe demokratëve, atyre njerëzve që me të vërtet besojnë.
sepse ato njerëz që marrin atje shumica e besojnë që nëpërmjet kësaj lëvizje ose nëpërmjet kësaj forme të protestave mund të realizojnë largimin e Ramës. Kjo është një shpresë, dhe shpresa vdes e fundit. Por keqpërdorimi i tyre është gjë e pafalshme për drejtuesit e opozitës sotme. Për ato që e dinë me vetdije, sepse një pjesë e mirë e dinë që kjo është një tallje, po edhe për ato që mendojnë që nuk është tallje dhe mund të realizojnë diçka, kjo është për të dyja palët. Sepse në momentin që ti merr përgjegjësi ti thush vetes politikan dhe ti je në elitën drejtuese të një fronti opozitar, ti ke edhe barë shumë të rëndë përsipër dhe nuk mund të thush nesër unë nuk e dita, po këto gjithmonë domthon këtë justifikim kanë nxjerr. Për shembull, qeverisë e Basha 8 vjet për dënë dhe katandisi si mos më keq të thonë nuk e dinim. Ndodhin fenomene të tilla të bashkëpunimit me Ramën, nuk e dinim. Ndërkohë që sa herë ndodhin këto ngjarje të rënda për frontin opozitar në 8 vjeçin e qeverisë e drejtimit nga zoti Basha, në atë 8 vjeçar nuk mund të thuash isha për 8 vjet budalla. Dhe një pjesë e mirë atyre në nesër fare mirë do thonë kur dështojnë në të gjitha këto, por ne nuk e dinim. Për shembull se Berisha nuk ka si synim të rrëzojë Ramën me këto çfarë bën, por ka si synim për të thënë unë jam opozita e vetme. Dhe pa mu kjo opozitë nuk funksionon, sepse ju mbledhni 50 vetë, ndërsa unë mbledh 5.000 vetë, 10.000 vetë. Kjo është ajo çfarë po ndodh. Pra, fakti që Sali Berisha në vazhdimsi do të garantojë qenien e vet si mazhoranca më e madhe opozitare, jo mazhoranca më e madhe, se mazhoranca më e madhe në kuptimin tjetër do ishte pastaj qeverisja. Nëse keni ndonjë analizë për post-protestën edhe çfarë solli kjo protestë dhe a forcoi kauzën opozitare? Po, duhet dihet cila është kauza që të e forcoj kauzën. Nuk po su artikulu qartë kauza, atër nuk mund të thush se kauza, unë e thash pak a shumë atë çfarë u mundova jam mundu të nxjerr nga ajo çfarë do të realizojnë këta, sepse këta nuk e thonë. Mendimin e Sali Berishës dhe të Partisë Demokratike, Rama garantoi një shumicë shumë të madhe për 83 vota. Është mendimin e tyre sepse i ofron një kod zgjedhor i cili e ndihmoi shumë, ndihmoi me numër mbi 6 deputet. T'ja falesh 6 deputet diku i ngar, duhet të jesh shumë i fortë që të falesh aq shumë. Ndërkohë që ti je minorancë, fal edhe më tepër, do të thotë nuk e ke synimin tënd kryesor që të rrezosh Ramën nga pushteti, me lojë. Pastaj me fjalë këta thonë rrezojmë, po fjala dhe loja bën diferencë madhe, nga e thëna në të bërësh në mes një mali tër. Dhe të dalësh në konkluzionin që këta duan të forcojnë kauzën, nuk ka asnjë lloj elementi që logjik që mund të thush që këto po rriten ose këto do realizojnë, ose një formë tjetër ka kur qeveria vjet në sanduiç, në kuptimin sanduiç. Tusnia këtu shumë popullore, shumë e madhe, shkelet e Ramës janë të tilla që kthejnë problem edhe për politikën jashtë kufive tana. Dhe atë çfarë ndodh, institucione ose personalitete të tjera ndërkombëtare ushtrojnë trysnia në dy anë, edhe nga ndërkombëtarët, edhe nga poshtë, mund të çojnë në largimin e Ramës, në ndërheqjen e tij. Po kjo pastaj është varet shumë edhe nga situatat, thash edhe një herë, gjeopolitike, gjë të cilat nuk besoj se janë në favorin tonë me atë çfarë po shohim edhe po ndodh. Dhe po ti referohesh vetëm forcat e opozitare as nuk janë të organizuara. Nuk janë të organizuara, si dalësh edhe thush një ushtri që organizuar, vetëm pse ka 10.000 ushtar, mund një ushtri tjetër me më shumë ushtar. Një ushtri shumë organizuar me 10.000 ushtar, supozoj mund një ushtri tjetër më pak të organizuar. Ndërkohë që tabloja politike këtu është e kundërta. A ju vetë a morët pjesë personalisht në protestë? Këtë debat unë e kam pas në sparin protestin e 2 marsit, me popullin e 2 marsit Ilir Metës. Dhe pse them është fatkeqësi, jo për ato që marrin pjesë. Atyre që marrin pjesë gjithmonë personalisht unë korajoj që bëjnë gjë në duhur, që dalin edhe protestojnë ndaj një qeverisë. Dhe nuk e marrin analizë, unë marrin analizë ato që i thonë vetes njerëz të ditur dhe që i thonë vetes intelektual, akademik ose njerëz që kanë një formim që mund të analizojnë situata, sepse njerëzit e thjeshtë që marrin pjesë nuk mund të analizojnë situata politike, sepse ajo kërkon njohjen e politikës, sistemit e politikës dhe gjithë ndjekjen me kujdes dhe njohjen e gjithë asaj çfarë po ndodh. Unë nuk jam populli i 2 marsit. Unë nuk jam as intelektual idiot ose batakçi i popullit 2 marsit. Unë jam një person që e di mirë që nuk mund të lejoj që tallet dikush personalisht me mua.
Sepse unë do gjykosha, thash njerëzit e thjesht nuk di, unë do gjykosha sepse kam një periudhë gjatë dhe një përvojë gjatë në politikë. Po dikush të marr domun iniciativa dhe tallet me prezencën time, tallet edhe me faktin që ti ishte ai idioti që besove si këta idiotë të tjerë, këtë nuk du ta thot dikush për mua. Kështu që unë këtë tallje që këta bëjnë për të mbajt njëri tjetrin, për të thënë kjo është opozitë e fortë, sepse kjo i shërben edhe Edi Ramës, sepse duke marrë si gogolin Sali Berishën në mënyrë të vazhdueshme, Edi Rama ka arritë edhe të shumë problemet veta. Si shumë problemet, Berisha është rreziku, ja, ky është ai i rrezikshëm. Ndërkohë Berisha tani jetën e vet asnjëherë s'ka qenë i rrezikshëm. Pse s'ka qenë i rrezikshëm? Një herë ka ndodhur në momentin e vrasjes së Zemajdarit që militantët edhe njerëzit arritën të futen kryeministri, po nuk mori pushtet dhe se ka marrë dot ndonjëherë në këtë formë, si ka bërë dot dëm ndonjëherë qeverisës në këtë formë, në forma të dhunshme, dhe s'ka për të ndodhur ndonjëherë kjo. Sepse ato format e dhunshme duan burra që fillojnë dhe i dalin deri në fund problemit dhe vënë kokën rrezik. Të janë burra që mund të vënë kokën rrezik dhe mund të përballen që të bëjnë ndryshime të mëdha. Të janë burra që ato kategori burrash në skenën politike e ka eliminojnë Enver Hoxha. Dhe këta janë ato që më shumë tallen se sa kanë të vërtetën ato çfarë bëjnë. Dhe unë e thash edhe një herë, nuk mundet kurrësi që kjo opozitë jetë e besueshme dhe në momentin që i fal zgjedhjet në tavolinë, i ka falur në tavolinë dhe kjo është e shkruar e zeza mbi të bardhë. Nuk munden ato të kërkojnë rrëzimin e Ramës, sepse ti për gabimin ose gafën që bëre, sikur mos ta kesh bërë më ndërgjegje, minimumi duhet kërkosh falje dhe të thosh tjerë, po si është zgjidhja. Unë personalisht kam thënë, nëse nuk kthehet në institucion opozitarizmi, funksionimin institucional të vetin, kur nuk mund të jetë zgjidhja. Dhe më vjen keq për disa intelektuaj për cilë unë kam pas respekt, që mendojnë që mund të përdoren si kapaku i pusetës. Nuk funksionon kështu zgjidhja, një puset që glën nga pislliku dhe ti vesh një kapak për ta mbyllur, siç janë këta intelektual që ka thënë të bashkojmë copat, që nuk e dinë se nuk janë copa, por është gjbërje total e funksionimit. Njerëz që vjedhin vota, njerëz që janë lidhur me struktura kriminale në drejtimin e lartë opozitar, njerëz që janë lidhur me oligarkinë deri në fytyrë me interesa, gjë të cilën unë kam artikuluar në 2018 përballë Berishës. Nëse Partia Demokratike nuk pastrohet dhe opozita nga figura të tilla të ndyra, që kanë futur dur dhe e pranojnë vetë që kanë prek votën, aktin më kriminal, për cilën vetë akuzojnë Edi Ramën, kurse si ajo puset, vetëm do vi herë dhe ajo puset mund t'i vesh asnjë lloj kapaku për t'ia mbyllë erën, siç mendojnë këta intelektualët, që nuk e kuptoj se si me çfarë logjike arrin deri atje, që mendojnë që po t'i bashkosh gjithë këta qelpsirat që ndodhen në këtë puset, mund të rrësosh një qelpsirë më të madhe. Çfarë mendimi keni për incidentet dhe përplasjet gjatë protestës? Po që është për të ardhur keq, se mu ka ndodhur vetë, mu kam marrë pjesë në protesta, kam marrë pjesë vazhdimisht. Dhe që kanë pas kauza drejta dhe kanë menduar kauza drejta, dhe di që përplasja me policinë është shumë herë e pashmangshme. Sepse ato janë atje për të bërë një detyrë, ti atje për të dhënë një mesazh dhe përplasjet ndodhen dhe më vjen keq për shumë nga ato që se do shkojnë atje do rrinë gjithë natën, do rrinë familje, të arrestohen 200 vetë, po janë 200 familje që do rrinë atje dhe kjo është për të ardhur keq. Për të ardhur keq, po gjithë secili duhet kuptoj këtë. Kjo nuk është rruga që mund të rrezohet Edi Rama. Kjo është rruga për të shprehur një revolt dhe ato janë në drejtën e tyre për ta bërë. Dhe ajo çfarë është më e rënda pastaj është në krahun e qeverisjes. Përdorimi i një gazi që ato që e kanë provu, unë e kam provu 2-3 herat. Gaza ai është një gaz që edhe nga një njerëzit që janë nga ana shëndetësore mund të shkaktojë edhe vdekjen. Nuk e di, nuk jam ekspert i fushës, po di që në 8 janar unë kam qenë një ndër personat, jo që kam qenë përkrahas i Berishës si person, po kam qenë 8 janar dhe ngam thënë, gjithmonë duhet të funksionojë parimi i shumicës dhe nëse nuk respektojmë parimin e shumicës, këtu s'ka më rregulla lojë dhe demokraci. Dhe në 8 janar është përdor gazi dhe i kanë rrafur, i kanë hedhur në lan kjo polici të shtëpia e vet. Berisha u bën thirrje mos hajdeni, po të shtëpia vetë kanë hedhur në lan. Gjithë përkrahasit, jo Sali Berishës, po të kësaj kauze, se kanë qenë shumë më shumë. Dhe nuk i doli për zot. Imagjino çfarë ndodh. Kto i marrin nga kryeministria dhe i mbyllin ato që u nisën për të rrezuar Edi Ramën me gjithë kryeministri për ta çbër, shkojnë e strehohen te zyrat e Partisë Demokratike për të shpëtuar nga përplasja me policinë. E kupton sa çesharake është kjo punë?
Tash o janë burra që do e marrin kryeministrinë, do e ngrenë, siç ju premtojnë militantëve, o janë lepu që shkojnë në fshihen te gardi mos guxo të futesh brenda. Tash çati emësh, s'ke se si ta përshkruash këtë, është tragjikomike. A ka përplasje edhe vetë mes bluve? Përplasje mes tyre njerëz janë përplasje të vogla, se ti mund kenë ndërmend me sa kuptojnë Saljanin. Nuk është Saljani figurë politike me një background politik të fortë dhe një figurë me shtyllë kurrizore që mund të krijojë përplasje parimore. Saljani është nga ato që një ditë kapte Shkopin me 8 janar, se Saljani ka qenë me Shkopin në dorë në 8 janar me forcat e policisë kur i hidhnin gaz demokratëve. Dhe Saljani është ai që, si Saljani ka pas Saljani, nëse s'kam një gjë personale me Saljani, po saljaneria, po i them gjithë, gazeria, si të dush, se gazi është edhe më, që deklaronin që Berisha është non grata, Berisha është shtu, është baba i Xenit, çfarë nuk kanë deklaru. Dhe pastaj shkojnë lipien mas, pa u mbush edhe një vit nga ajo, më pak se një vit 6 muaj. Kjo tregon që janë pa shtyllë kurrizore. Dhe si mund t'i besosh ti një njeriu pa shtyllë kurrizore? Ti besosh njerëz pa shtyllë kurrizore është një idiotësi edhe më e madhe sepse për njerëz pa shtyllë kurrizore kemi këtë që kemi ne. Se do vinë çatri pa shtyllë kurrizore, nuk janë zgjidhje. Ne duam çatri me shtyllë kurrizore që mbajnë peshë, mbajnë ngarkesë. Dhe unë nuk besoj që kjo përplasje që ka filluar atje është përplasje parimore. Kjo është përplasje për vende brenda. Sepse ato që fillojnë përplasje parimore nuk pranojnë kurse si as të zgjidhen poste drejtuese pa votë dhe as të zgjidhen poste drejtuese kur shohin që proceset demokratike janë shkel me këmbë. Sepse po të bëhemi ashtu do kthehemi të gjithë pastaj në një ca servila ordiner që për X arsye të caktuar për të bërë karrierë, bëj një lëvizje politike, një përplasje politike, marrë një postë dhe aq është gjithë mekanizmi dhe ajo çfarë duan të realizojnë këta. Unë besoj që shumica e kanë praktikë që tash edhe këtë lëvizjen e Saljanit nga ato drejtuesit që u mblodhen në fillim për shkak sepse i thret Berisha ju premton diçka edhe. Kaq është edhe misioni i tyre. Nuk besoj se ka përplasje. Përplasje quhet përplasje të forta kur një blok njerëzish i modeli kundërt i këtyre, që ka treguar që është modeli kundërt i këtyre dhe me parime arrin të realizojnë një lëvizje, gjë që në Partinë Demokratike është e pamundur. Përfundimisht e ka kthy Berisha në parti personale sepse nuk ka zgjedhje, nuk ka gjithë strukturat aty nuk janë institucionale për faktin sepse ato struktura aty janë gjithë emëruara. Kur emërohen, është kundërshtim me kushtetutën, me ligjin, me moralin, me parimet e demokracisë. Pra nuk është institucion. Dhe kur nuk është institucion është një mekanizëm përdorim një personi. Po për nga ana e pjesëmarrjes, mendon se numri protestuesve po vjen duke u rritur apo njerëzit janë të demoralizuar edhe nuk kanë më shpresë? Ka një lloj analize të thjeshtë. Sa është numri i pjesëmarrësve? Unë nuk kam kriju dot në ide, po supozojmë që numri i pjesëmarrësve është 20.000. 20.000 nuk bëhen aty, po them unë 20.000, që mos tas kundërshti. Ja edhe 30. Po 60.000 janë antar Partie Demokratike. 40 e sa mi, thot Berisha, kam marrën, 25.000 vota kam marrën. Kur përballë me mua nga 20 e sa mi, shtoj 40 e sa mi vota. Kjo që është arak, dhe nuk reagon të askush, Dhe kjo është edhe për të ardhur keq, kur të reagon kur sheh çulli pa leçolli që shoqëria të manipulimit, deformimit hapur të votave dhe mos reagimit, që pastaj nuk është vetëm faji atij që e bën, edhe faji atyre që s'reagon. Po të rrim te kjo pjesë janë, thash edhe një herë, ja 30.000. 30.000 janë gjysmë antarëve të Partisë Demokratike. Nuk është revolt popullore. Ti mund të mobilizosh me idenë dhe me gënjeshtën që kjo është kilometri i fundit e Edi Ramës. Po doli që janë 30 kilometrat e fundit e Edi Ramës, si do ja bëjmë hallet ne? Pastaj ky kilometri i fundit e Edi Ramës sa zgjat. Se ky e fut një proces kohor e mat me kilometra. Dhe që këtu është fillon mashtrimi, një proces kohor matet me kohë. Nuk matet me kilometra. Kur thot kilometri i fundit, thot po kilometri i fundit dhe zgjat 30 vjet. Edhe mbyllet historia, ai është në të drejtën e vet se nuk ka gënyer asnjëri. Pra kjo që po thuhet dhe kjo që thash edhe një herë, që e dëshirojnë, por nuk mund të ndodh, nga ana militantëve është një tallje, thash edhe një herë, nga ana e atyre që e drejtojnë gjithë këtë historinë e këtyre protestave, si Lulzim Bashës, diku Lulzim Basha thash edhe një kishte më shumë. Pastaj Lulzim Basha kishte edhe në krah njerëz edhe më serioz, që kishte Monikën, e cila
Në atë kohë, ndoshta nuk e dini historinë që nxorri edhe të rinë që po t'i rrotullohesh 3 herë kryeministrisë me gjithë protestuesit e Fallxhoria kishte thënë që këta rrëzohen, edhe nuk e realizuan dot. Po gjetën edhe një Fallxhore mund të jenë edhe më serioz pastaj në gjithë të që bëjnë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju.